Nuk bin obligimet e gruas ndaj burrit për shkak të një mosprejtimi, ato obligimet jesin. Larg asaj. Ai obligim është obligim jetaj. As obligimet e burrit ndaj gruas nuk bin për shkak se valla një punë se ka kryqëzuar duhet të ka thonë ke çka ka. Zban obligimet obligim. Ne dua të them që duhet me kont kujdes me këtë nga çdo bereqeti. Wallahi familja e besimtarit është të shtjella e tij e vetme ku sot mund gjën srehim. Ku mund të mëni rahat? Ku mund të mëni komat, më tepër se shtëpinë tonë atë. Se mesin e gjirit ton familjar atë. Edhe në mesin e në vëllau musliman që me të hala ka u përli me gibete, me shpifje, me punë tjera atë. Në gjojsh dikun, kape me dy dure me kom lidhë për ta atë. Nga se shtënë begat e dunjas, që kjo me të për dunjas, familja e qetë e sigurt, edhe një vëllau musliman që mush milet me të rahat atë. Që kjo me të për dunjas, dhe që ka sumet, që ka konë këtë dunjas të tërtharit? Që kjo është atë? Një familje që ta ndihman, arrit dhe ka Allah Gjallewala dhe një shok që të unë për gjënë hava. Që ta e në mitë. Andaj nëse njëre e gjonë një gru t'ilë, ose një gru e gjonë një burë t'ilë, dhe të falëra Allah në të ditë, alhamdulillah. Nga se falërimi Allah thot, wa la in shakartum, la yazidannakum. Nëse falërej për këtë mirësi, apo, ja ushtën Allah, ja bën burën dhe më të mirë. Apo, po falëreja. Ama në që se mëhan këtë pak mirë që e ka, për do të mita që i ka, edhe do të mira që i ka shkojnë të uzbe. Së ka Allah sa duhet. Edhe kundër edhe për burën. Edhe burë duhet që Allahun ta falnat e dit, wallahi nëse ka grua nga ato që i fal namazet, është mbuluar, e respekton, ja ruan derën e vet. Kënaqet me atë që Allah ka furnizuar, nuk e han këtë ditë për ditë, e kur e blim këtu, e kur shkojmë këtu, a din që sa, si në dalë kërkune, si në shku kërkune, s'këna ngër kërkune, kështu më radhë, ka që kjo është ngarkesë për burën. A një grua që pajtohet, kënaqet me saktimin Allah xhel xhelalu, edhe pse këtë pajtim nuk duhet me keq përdor burrin, apo, me kona i vet ai i cili e mendoj se dy palët me qenë ata të cilët i japin njëri tjetrit atë që tjetri ka nevojë. Nëse Allah xhallahu në kërkesën nuk ka bëhet njëjtë burrin e gruan, dallojnë këtu. Burri e gruaja dallojnë kërkesa. Andaj burri mundohet t'ia përmbush kërkesat e gruas për atë që e din se natyra e saj i kërkon. Edhe pse natyra e tij i kërkon. Dhe gruaja mundohet të përmbush kërkesat e burrit për atë që i kërkon natyra e burrit, edhe pse natyra e gruas nuk i kërkon. A njohja e këtyre natyrave është ajo që garanton një jetë të lumtur bashkëtorë apo. A ne kujt Allah ka hapë kësaj, dhe besoj çdo kujt i ka hapë diçka kësaj, kërkon se ka privu. Po na privu vetë pit mirë vallahi s'po. Na i mojm begatit Allah të xhel. Të falërim Allah xhel xhelalu. Falërim Allah xhel wala. Andaj begatia familjes begatia më e madhe mas Islamit që Allah na ka dhënë. Sa na ndodh në raste vallahi ka motra muslimane vënë rrugë. I tham edhe motra muslimane, sa ka motra muslimane që qajnë natë e ditë, se nuk mundën me vendosë shamin kokë aty për shkak të zumit burrit ato. Nësa, dhe ka burrin e njëjë me qitë shamin, s'do me qitë, subhanallahu. Kjo rahmet i Allahut për tyre ta ka qenë burrin që po t'lut me qitë shamin. Ose po t'lut me fal, a e ke fal namazin? S'ka burr më mirë se që kujdes për namazin tonë, s'ka më mirë. Nësa e që kujdes për bukë, të bjen ditë për ditë bukë të gatshme, e të bjen hedije, e se ko e ke fal namazin me këtë burr zyn. Këtë ka ngi me dunja, këtë ta ka rritë barkun, e ta ka zvolu zemrën. E kjo s'duhet, du me ta rritë zemrën. A në qofë se kujdes për namazin tënë, për Koranin tënë, për mësimin tënë të fesë, që kjo është burri maj mirë që ka mujtë Allah me ta onë. Ka mujtë ti me fitu, se Allah ka mujtë me ta matë mirë, o ka mujtë ti me fitu dhe me marë ato. Andaj, kjo është aja plëcuse, pa dushim, nëse edhe gruaja faraonit se ka pas këtë begati, mi po këzëmon se e ka prish tungun ato. Tungun ka mbet stabil. Gruaja faraonit ka pas njëri më të poshtër në botë, por poshtërsia e burrit saj a ka ndikuar në devotshmërinë e gruas? Absolutisht. Aja ka dek dhe Allah xhallahu ala ka thirr këtë musliman dhe muslimanët me marr shembull këtë grua. Kjo është shembull, dhe është gruaja pe 4 gratë të përzgjedhura. Pe Ademi te som deni mul qiyama. 4 gratë më të përzgjedhura në të është Asia. Ai burri nuk është pengesë kryesore. Po, me kohën është alhamdulillah, ruja. Po çu sa duhet ti zban me cenu fen tonë. Edhe burri gjithashtu do thotë veçanti, se gruaja mund të mojë të fen pa burrin, burri edhe më përpara çdo me mojë të fen pa gruan e tij, por kjo është rreth të jashtëzakonshme. Domosdoshme është ato. Po nëse Allah ka bërë që dytë të jenë të pajtimin këtë drejtim dhe dytë ta kenë synim xhenetin, wallahi kjo është mirësia e Allah xhallahu ala që nuk ki gjuhë as ki fjalor që mund Allah me falëndru për këtë mirësi që Allah ta ka dhënë. Për këtë mirësi që Allah ta ka dhënë.